Një ngjarje e rëndë ka tronditur sot Tetovën, ku një fëmijë 10 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht pasi që ka rënë nga balkoni i një banese në rrugën industriale. Sipas informacioneve të para, fëmia ka rënë nga një lartësi e konsiderueshme dhe lëndimet kanë qenë fatale, duke mos u mbijetuar dot plagëve të marra. Ekipet mjekësore kanë mbritur menjëherë në vendngjarje, por kanë mundur vetëm të konstatojnë vdekjen. Janë prononcuar edhe nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Sot në orën 9:25 në SPB Tetov është denoncuar se në Spitalin Klinik të Tetovës është dërguar një fëmijë 10 vjeçar i vdekur. Sipas denoncimit, fëmia i cili ka qenë me probleme shëndetësore ka rënë nga teraca e banesës ku ka jetuar, kurse prindërit për ngjarjen janë njoftuar nga fqinjët, pas çka e kanë dërguar në spital. Mjeku ka konstatuar vdekjen, kurse me urdhër të prokurorit publik, trupi i viktimës është dërguar për autopsi, thuhet në njoftimin e policisë së Tetovës. Policia dhe prokuroria kanë dalë në teren për të kryer hetimet dhe për të zbardhur rrethanat e plota se si ka ndodhur ky aksident fatal që ka tronditur mbar opinionin publik.